Ndryshimi filloi sot, 11:11, momenti yt I vendimmarrjes. Përshëndetje miq, mirë se vini në këtë video speciale të dedikuar datës së sotme, 11 nëntor, 11:11. Sot nuk është thjesht një ditë tjetër në kalendar. Nuk është magji, nuk është fat, nuk është diçka që vjen nga jashtë. Është një moment kolektiv, një sinjal universal që ti ke zgjedhur të arrish këtu për të dëgjuar këtë. Imagjino, mijëra njerëz në të gjithë botën po ndalojnë, po marrin frymë thellë dhe po vendosin të ndryshojnë. Dhe ti je pjesë e kësaj. Sot, unë nuk do të flas për dëshira të vagullta apo qëllime që harrohen nesër. Do të flasim për ndryshimin e vërtet, atë që fillon pikërisht tani, jo nesër, jo javën tjetër. Do të zgjerojmë 6 pika kyçe që do të ndryshojnë jetën nëse I zbaton. Këto nuk janë këshilla të lehta, janë thirrje për veprim. Merr një letër dhe një pen tani, pikërisht tani, sepse do të shkruash diçka që do të ndryshojë gjithçka. Le të fillojmë. Ndryshimi filloi sot. Pika 1, nuk është magji, është vendimmarrje. Le të fillojmë me keqkuptimin më të madh që na pengon të gjithëve, 11:11 si një datë magjike. Shumica e njerëzve mendojnë, sot është 11:11, le të shkruaj një dëshirë dhe universi do ta bëjë realitet. Por le të jemi të sinqertë, kjo është një iluzion I ëmbël që na mban të papunë. Ndryshimi nuk pret një datë të veçantë. Nuk I përgjigjet numrave në kalendar. Ai lind nga vendimmarrja jote, nga ajo energjia e fokusuar që ti injekton në çdo veprim tënd. Mendohu, sa herë ke thënë, nesër do të filloj dietën, ose ditën e hënë do të studioj më shumë? Dhe sa herë ka ardhur nesëra pa asnjë ndryshim? Sepse kalendari nuk ka fuqi, ti e ke. Sot, 11:11, nuk është magji, është një kujtesë që ti ke fuqinë të vendosësh. Vendimmarrja është si një çelës që hap dyert e mbyllura. Është ajo forcë e brendshme që thotë, mjaft me justifikime. Unë zgjedh të ndryshoj. Le të marrim një shembull të thjeshtë, dikush që dëshiron të fitojë peshë të shëndetshme. Në vend që të pres një datë të re viti, sot ai vendos, unë zgjedh të ha ushqime të shëndetshme sepse e dua trupin tim. Kjo nuk është magji, është vendim. Dhe kur e mbështet me energji, bëhet I pathyeshëm. Pra, pyet veten tani, çfarë ke pritur që magjia të bëjë për ty? Çfarë vendimi mund të marrësh sot që të mos ketë nevojë për numra në kalendar? Shkruaje, sot, unë vendos të. Dhe ndije atë forcë. Kjo është fuqia jote e vërtetë. Nuk ka magji, ka vetëm ty duke vendosur. Pika 2, bëhu I saktë. Tani, le të kalojmë te thelbësia, qartësia brutale. Ndryshimi nuk fillon me dëshira të zbehta si dua të jem më I lumtur. Jo, kjo është si të kërkosh një udhëtim pa harë. Për të aktivizuar ndryshimin e vërtetë, duhet të dish saktësisht çfarë do të vdesë sot dhe çfarë do të lindë sot. Është e dhimbshme, por e nevojshme. Çfarë versioni I vetes duhet të largohet? Ai që shtyn punët deri në fund? Ai që rri I vogël në frikë nga dështimi? Ai që përsërit gabimet e së shkuarës pa mësuar? Imagjino atë version si një lëkurë të vjetër që të ngushtë. Sot, ti e lëshon atë. Shkruaje emrin e tij, versioni im I vjetër, ai që. Dhe pastaj, imagjino versionin e ri që lind, unë bëhem versioni që. Versioni që zgjon çdo mëngjes me energji, që merr vendime të guximshme, që feston çdo fitore të vogël. Kjo nuk është dëshirë, është saktësi si një bisturi. Patë, ndryshimi mbetet një ëndër e paformuar. Në praktik, merr 5 minuta tani. Mbyll sytë dhe pyet, çfarë duhet të vdesë sot për të liruar hapësirë për të rënë? Një zakone e keqe? Një marrëdhënie toksike? Një mentalitet pengues? Pastaj, vizionin e ri, çfarë personi do të bëhesh? Një lider? Një krijues? Një dashnor I jetës? Shkruaje me detaje, sa më specifike, aq më e fuqishme. Kjo qartësi brutale është arma jote sekrete. Patë, je I humbur në mjegull, me të, je një far I ndriçëm në errësirë. Bëhu I saktë sot dhe ndryshimi bëhet I pashmangshëm. Pika 3, fuqia e angazhimit, jo qëllimet. Tani, le të flasim për atë që e bën qartësinë tënde të pathyeshme, angazhimi. Qëllimet janë të mira, do të lexoj një libër në muaj, por ato mund të shtyhen, të harrohen, të zëvendësohen. Angazhimi? Ai është një betim, një deklaratë e pashmangshme. Është gjua e luftëtarit, jo e ëndërrimtarit. Sot, shkruaj angazhimin tënd, duke filluar nga sot, 11:11, unë angazhohem të. Dhe plotësoje me veprimin e saktë. Unë angazhohem të ushtrohem çdo ditë për 30 minuta, sepse e di që trupi im e meriton. Ose unë angazhohem të komunikoj hapur në marrëdhëniet e mia, sepse dashuria e vërtet lind nga sinqeriteti. Pse angazhimi? Sepse qëllimet janë si propozime, mund t'i refuzosh.
Angazhimi është si një kontratë me vetveten, e nënshkruar me gjakun e vendosmërisë. Kur e shqipton me zë të lartë, truri yt e regjistron si një urdhër. Nuk ka nëse, nuk ka, por ka vetëm unë bëj. Merr shembullin e një sipërmarrësi. Qëllimi i tij mund të jetë do të hap një biznes, por angazhimi është duke filluar sot, unë angazhohem të punoj 2 orë çdo mbrëmje në planin tim, sepse ëndra ime nuk pret. Provoje tani, thuaje me zë të lartë, unë angazhohem. Ndjeja atë dridhje në zë, atë forcë që del nga brenda. Kjo nuk është thjesht fjalë, është një urë drejt versionit të ri të teje. Qëllimet mund të bien, angazhimet ngrihen si kështjella. Bëje sot dhe shiko si jeta jote fillon të ndryshojë. Pika 4. Kalibrimi emocional. Por angazhimi pa emocion është si një makinë pa karburant, lëviz, por nuk arrin larg. Këtu hyn kalibrimi emocional, kombino qëllimin tënd të qartë me një emocion të lartë, si mirënjohja. Pse? Sepse truri yt nuk ndryshon me logjikë të thatë, ai ndryshon kur e ndjen. Mirënjohja është si një katalizator, ajo e bën realitetin e dëshiruar të ndihet i vërtet tashmë. Imagjino, nuk je duke pritur lumturinë, je duke e festuar atë sot. Si ta bësh? Pas se angazhimit ndalo dhe ndije mirënjohjen. Faleminderit që jam i aftë të ndryshoj. Faleminderit për fuqinë time të brendshme. Faleminderit që e ardhmja ime e bukur tashmë po ndodh. Kjo rikabullon trurin, shkenca thotë se emocionet e larta aktivizojnë rrjetet neuronale të besimit. Patë, ndryshimi është detyrë, me të bëhet festë. Merr një shembull, dikush që dëshiron një karrierë më të mirë. Qëllimi, do të aplikoj për punë të re. Por me mirënjohje, faleminderit për mundësinë që po të hapet para meje tani. Ndjehem kaq i lumtur që po jetoj ëndrrën time. Kur e ndjen atë val gëzimi, truri yt thotë, kjo është e vërtet, vazhdo. Provoje, merr frymë thellë, thuaj falënderimin tënd dhe lejoje emocionin të të mbush. Kjo është magjia e vërtet, jo data, por zemra jote e hapur. Kalibroje sot dhe ndryshimi bëhet i pathyeshëm. Pika 5. Veprimi është gjua e trurit. Tani, le të kalojmë te veprimi, sepse fjalët pa veprime janë si farat pa ujë. Ndryshimi nuk pret që realiteti yt të ndryshojë, ti ndryshon realitetin duke vepruar sikur e ardhmja që dëshiron tashmë ka mbërritur. Truri yt flet gjuhën e veprimeve, çdo hap i vogël është një provë se je serioz. Nuk mund të presësh motivim, vepro dhe motivimi vjen. Nëse angazhohesh për shëndet më të mirë, mos pres motin e mirë për të ecur, ec tani, ndi ajrin në mushkari, sikur je tashmë versioni fituesi i teje. Ose nëse dëshiron lidhje më të mira, mos pres momentin e duhur, dërgoj një mesazh falënderimi sot, sikur marrëdhënia jote është tashmë e fortë. Veprimet e vogla ndërtojnë besim, truri yt thotë, kjo po ndodh, vazhdo. Sot, identifikoj një veprim të vogël, sot, unë do të një telefonat, një hapësirë e pastër, një lexim 10 minutësh. Bëje menjëherë pas videos. Kjo nuk është pritje, është krijim. Veprimi është gjua që truri yt kupton më mirë se çdo fjalë. Fillo sot dhe shiko si bota fillon të përgjigjet. Pika 6. Si u ndërgjegjen në gjumë. Së fundi, mos e lër ditën të mbaroj pa një ritual të fuqishëm, si u ndërgjegjen në gjumë. Para se të biesh në shtrat, përsërite angazhimin tënd me siguri të qetë. Unë jam versioni i ri. Unë veproj sikur ëndra ime ka ardhur. Faleminderit për këtë ditë të mrekullueshme. Kjo e ushin në ndërgjegjeshmën gjatë natës, ajo punon si një inxhinier i fshehtë, duke e bërë sjelljen e re të ndihet automatike. Kur zgjohesh nesër, nuk do të jetë një ditë tjetër, do të jetë vazhdimi i ndryshimit tënd. Kjo nuk është lutje, është programim. Provoje ton, mbyll syt, imagjino e ardhmen tënde dhe lëre të zhduket në gjumë. Nesër do të zgjohesh i ri. Përfundimi. Miq, sot, 11 nëntor, ti ke marrë fuqinë. Nuk ka magji, ka vetëm ty, vendimin tënd, qartësinë, angazhimin, emocionin, veprimin dhe ritualin e gjumit. Gjithçka fillon me ty, bëhu arkitekti i jetës tënde, vendos, ndije, vepro. Shkruaj angazhimin tënd tani, bëj veprimin e parë, vendaje në komente, ndryshimi im sot është. Faleminderit që ishe këtu. Abonohu për më shumë, pëlqeje dhe mbaj mend, ndryshimi filloi sot. Paqja dhe fuqia me ty.